Jam studio me ish gazetarët e flakës së vllazërimit, ata vazhdojnë që t'jenë gazetarë, sepse tani mund të marrë një vërejtje, sepse një gazetar, nëse ka qenë njerë gazetar, është gjithë jetën gazetar. Por flaka e vllazërimit nuk është më. Dhe do t'ja fillojmë nga kjo. Do t'ja fillojmë me krye redaktorin Recep Zlatku, gazetar i njohur, profesionist, në fakt të gjithë janë profesionist, këta që kam këtu gazetar profesionist, por do t'ja fillojmë nga kjo. Zoti Zlatku, para disa ditësh ishit në bibliotekën e Tetovës dhe aty u fol për një gazetë që besoj që ka një rëndësi të madhe në jetën tuaj, siç është flaka e vllazërimit. Ajo nuk është më dhe ekzemplar të rëndësishëm, do thoja unë, me që është bërë një punë shumë e madhe në atë kohë, si në kulturë, po ashtu në gjitha sferat, mungojnë, nuk janë. Do me thënë, disa janë gjetur, disa mungojnë. Si u ndjet ju atë ditë kur u fol për flakën? Ishe i ftuar edhe unë në atë takim edhe ishe edhe mirënjohës si punëtor i vjetër i flakës. Edhe biblioteka kishte bërë një punë shumë të mirë, që kishte ngritur atë iniciativë. Dhe në përgjithësi ishte një takim modest, për shumë i këndshëm. Por, besoj që të kanë gjallur dhe diçka nga koha kur ju keni punuar në këtë gazetë. Çfarë shumë ju kujtua në atë ditë? Shumë. Keni udhëhequr një kohë të gjatë gazetën, keni qenë kryeredaktori i saj? Po, 12 vjet kam qenë kryeredaktori i flakës së vllazërimit, po në përgjithësi kam qenë 32 vjet gazetar i saj dhe 8 vjet i rilinjes. Po profesioni i gazetarit është pak i çuditshëm, është profesion në vete, sepse është nga ato profesione që sa më shumë zhytesh në ta, kujton se nuk ke mësuar aq sa ke hapur thellësi të reja dhe nevoja të reja që ti lexosh e të mësosh. Dhe kjo vlen deri në fund të jetës. Deri unë dhe unë plaka me këtë përshtypje kam qenë ditët të para dhe me këtë po e përfundoj. Sidomos pastaj gazetaria në gjuhën shqipe, që në atë kohë ka qenë sado liri që kishte her pas here, ishte mjaft e kufizuar. Ju në fakt keni qenë kryeredaktor në kohën kur ka pas më shumë kufizime dhe ju mund të flisni pakës më shumë në lidhje me këtë periudhë si ndikon te censura. Po, më lejoni të tregoj një 2 raste që flasin për këtë kufizim. Kryeredaktori i parë i flakës së vllazërimit ka qenë doktor Petro Janura. Po ai ka qenë një kohë fare të shkurtër. Arsyeja ka qenë se e kanë larguar, dhe e kanë larguar për një lajm të botuar në flakën e vllazërimit, në të cilin afërsisht është thënë kjo. Dje në oborin e shkollës fillore Liria në Shkup, u mbajt një miting shumë i madh, tregon përse arsye dhe thotë, në të cilin folen 3 maqedonash dhe i tregon emrat, 2 turq i tregon emrat dhe vetëm një shqiptar. Kjo fjalë vetëm ka mjaftuar që mesit ma doktor Janura të mos ishte kryeredaktori i flakës së vllazërimit. Po një rast tjetër që tregoj që është në gjithë jetën time më ka lënë përshtypje më të madhe. Janë 3 artikuj të Ali Aliut, akademik Ali Aliut sot, atëherë kolegi yni, shoku yni, në flakën e vllazërimit. Në vitet 67, kur fryni një erë e ngrohtë, e cila këtu në Maqedoni, që është e vërteta, ndryshe nga tërë Jugosllavia tjetër, nuk zgjati shumë, dal nga dal filloi të ftohet e ti kthehet atij sezonit të gjatë të mëparshëm. Në atë kohë shkroi 3 artikuj me një mbititull Tetova shikuar së afërmi. Unë 40 vjet punova, por nuk arrita të shkruaj një artikull të tillë që të bante aq lehon të madhe, sa tronditi tërë Maqedoninë.
artikujt u ban problem shumë i madh. Komiteti i qytetit, Komiteti i Lidhjes Komunistëve të Komunës së Tetovës bante nga dita në ditë mbledhje, ai sekretari kishte kap kokën me duar dhe s'dinte ç'të thoshte e ç'bante. Dhe kjo situatë u nxe shumë. Pas një kohe, ajo u fashit me ndikimin e madh që kishte Lutfi Rusi, i cili ishte në atë kohë kryeredaktor dhe i kishte leju ata artikuj. Po se çfarë rëndësie kishin këto artikuj, më mirë tregon fakti që 15-20 vjet më vonë, në vitet 80, kishte disa faza të ashpërsimit të marrëdhënieve tona, u riaktualizuan këta artikuj të botuar 15 vjet më parë. Dhe ne në Flak 3 herë që jem të detyruar t'ja përkthenim Lidhjes Socialiste Republikane këto 3 materiale. Ja, kështu ka qenë puna jonë. Ka qenë e vështirë, sigurisht. E vështirë. Edhe në kohën kur kam qenë unë kryeredaktor, ka qenë një kohë shumë e ndjeshme, shumë e vështirë, si për mua, ashtu edhe për gazetarët. Po flasim gjithmonë për gazetën e parë shqiptare, domethënë Ish Jugosllavi, që do të thotë se është një medium shumë i rëndësishëm që u ka paraprir shumë fenomeneve, shumë pozicionimeve në shoqëri, do thoja, si në aspektet kulturore, po ashtu edhe në ato historike. Dauti vazhdon që të ushtrojë profesionin e gazetarit dhe ndoshta mund të na bëjë më shumë një dallim për atë fazën e tranzicionit si ishte, domethënë kalimi nga një regjim komunist në atë që quajmë demokraci. Domethënë gjenerata ime gazetare, këtu është edhe Numan Sallaj, koleg me fakultet kryer të gazetarisë, tash në ato vitet 80 erdhi një gjeneratë e re që edhe në pikpamje profesionale, përgatitjes profesionale ishin në nivel adekuat, do të thosha, sepse gjithë ishin me përgatitje profesionale, se në atë kohë nuk mundej të punësohet dikush që nuk kishte fakultet. Por erdhi një gjeneratë e re që kishin kryer fakultet gazetarisë dhe ne deshëm të japim ato impulset tona të reja, kështu intelektuale, profesionale, dhe rastisi pikërisht fundi i regjimit komunist, unë jam punësuar në Flak në vitin 1988, dikur edhe aty pari ka qenë edhe kolegu Numan Sallaj, dhe ne i kapëm ato shenjat e para të pluralizmit politik dhe mund të them se edhe si ekip, edhe si redaksi, domethënë sollëm një frym të re në trajtimin e problemeve shoqërore atëherë dhe normalisht prej aty nisi pluralizmi i vërtet edhe në media dhe pastaj kur u inaugurua sistemi pluralist, kishim shumë shpresa se mënyra jonë e trajtimit në mënyrë kritike, në mënyrë objektive, do t'jep fryt. Dhe normalisht gjithë këto procese ndikohen edhe në ushtrimin e profesionit, edhe ne u munduam që të japim kontributin në kushte të reja, në rrethana të reja, mirë po kur është Flaka në pyetje, kur janë gazetat të cilat ishin të gjitha gazetat e përditshme, të gjitha në kuadër të ndërmarrjes gazetare Nova Makedonia, hasëm në një problem tjetër, problemin e statusit ton juridik, sepse me njëherë në 91-shën nisi procesi i transformimit të pronës shoqërore apo shtetërore, dhe këtu ne kemi ngec, si të themi, në një balcë në 10 vjetashme, pa pasur koncept se si do të dilet prej saj. Ambicjet tona si redaksi kanë qenë që të shkëputemi nga ai sistem i Nova Makedonias, të kemi rrugë pavarur të zhvillimit, mirë po shumë kufizime të tjera që
u bën edhe më të rënda gjatë viteve 90, bën që përfundimi i flakës të jetë si gjitha mediumeve privatizim pa pronë, pa asgjë vetëm me emër. Dhe ky ka qenë domethënë fati i kësaj gazete e cila për fat të keq nuk ekziston më, sepse mendon që do duhet të ekzistonte të kishte vazhdimsi. Gazetat e Nova Makedonisë, gazetat e përditshme po flas, sepse flaka në atë periudhë fund të regjimit komunist ishte dilten 3 herë në javë, me rastin e 50 vjetorit të daljes së flakës, 95-ën u shndrua në gazete përditshme. Mirë po, ambicia jonë që të pavarësohemi nuk u realizua për shkak se ndërmarrja Nova Makedonia e kapi një krizë rënd financiare, sepse ne ishim më parë organet të Lidhjes Socialiste të Popullit Punues të Maqedonisë, dhe ishte një periudhë kur nuk ishim organ të askujt, por nuk ishim as të privatizuar. Dështoi privatizimi me aksionet interne të punësorëve, dështoi pastaj privatizimi me shitjen e një partneri sloven më duket, ka mbetur enigmë se kush qëndronte mbrapa, dhe në fund mbetëm pa asgjë dhe u shitën në gazetat vetëm me emër, dhe për fat të keq Flaka dhe Birliku, 2 gazetat në gjuhë shqipe dhe turke, nuk arritën të mbjetojnë në kushtet e tregut. Ndërkaq Nova Makedonia dhe Veçeri vazhduan të paktën me traditën e tyre. Unë mendoj se ishte një mosgjeturi në kushtet e reja të tregut edhe të menaxhmentit që e mori menaxhimin e bleut praktikisht, e privatizoi flakën, por në kushtet e atëhershme, në vitin 2004 nuk pati gjeturi në kur u mbyll, domethënë në fund. U mbyll, po. Në fakt nuk është se po të kishte jetë gjatësi, do kishte jetë gjatësi, sepse në kohën që po flasim nuk ka më gazeta. Kështu që do ndalemi te pjesa kur kishte gazeta dhe kur një medium si Flaka ishte shumë i rëndësishëm, do thoja më i rëndësishëm, mbasi ishte i vetmi medium. Si e kujtoni kohën kur ju keni qenë aty së bashku me zotrin Dautin? Unë do të nisi me atë që përfundoi Dauti vitit 2004, më kujtohet ndoshta sakt ishte 29 orë, kur doli veç numri i fundit i Flakës. Dhe praktikisht u shuhet Flak, gazeta Flak. Unë mendoj se fajtor kryesor për mbylljen e Flakës pak a shumë është edhe politika thënë përgjithsisht. Pse? Për arsye se politika shqiptare nuk pati sens se duhet ajo që është interes publik, a veprimtaria mediatike është interes publik dhe duhet të ketë një mbështetje financiare nga shteti apo shoqëria. Jo për ta ruajtur Flakën si Flak, por për ta ruajtur informimin si interes publik që është. Dhe edhe sot e kësaj dite në vendet përreth ka gazeta që akoma financohen nga buxheti shtetëror, për arsye se janë interes publik. Politika shqiptare, e them me përgjegjësi të plot, nuk e pa të udhës edhe më herët, po edhe në momentin kur u mbyll, që të mbështes gazetën Flaka, e cila kishte një histori të bushme, si në kohën e komunizmit që e kam lexuar edhe unë si i ri, po edhe pastaj që fliste zoti Dauti pas periudhës post-komuniste, u kriju një frim paka shumë liberale në gazet dhe mundësiet ishin më të mëdha që të shprehemi më lehshëm dhe jo vetëm për ta ushtruar profesionin tonë, por edhe ishim në një farë mënyrë edukues dhe formues të shoqërisë shqiptare në përgjithësi në Maqedoni. Dhe nuk është mundësi të thuhet se Flaka, gazetarët e Flakës i prinin asaj që quhej gazetari shqipe në Maqedoni.
Do kalojmë te profesoresha Luljeta Isaku, që njëkohësisht është edhe e bija e shkrimtarit të njohur Murat Isakut. Duke qenë dhe njohëse e letërsisë, e publicistikës, e medjeve, mbas edhe vetë ka qenë një pjesë të shkurtër edhe pjesë e medjave. Profesoresh, si e shikoni ju, baba ka qenë pjesë e rëndësishme domethënë e gazetës Flaka, ashtu siç kanë qenë dhe shumë intelektual të cilët pastaj do t'i përmendim me zotri Zlatkun. Nuk është si sot të punoje në një gazetë atëherë, pastaj do të bëjmë krahasimin se si është sot punosh në një media dhe si ka qenë atëherë të punosh në të vetmin medium që ka ekzistuar. Po si e keni parë ju ndikimin e kësaj gazete në përgjithësi, po flasim edhe për aspektin kulturor, nga që shumë shkrimtar, shumë publicist, shumë poet e kanë parë si vend ku kanë mund të publikojnë shkrimet e tyre. Unë do të kisha nda botimin e Flakës së vllazërimit në 2 faza. Në fazën para vitit 90 dhe në fazën tjetër pas vitit 90. Para vitit 90 ka qenë faza në të cilën është ngulfat fjala e lirë dhe është ngulfat shkrimi i cili është dash ta bëj emancipimin kulturor të shqiptarëve në Maqedoni. Flaka e vllazërimit bashkë me Rilindjen ishin gazetat të cilat botoheshin enkas për shqiptarët. Rilindja në Kosovë dhe Flaka e vllazërimit në Maqedoni, të cilët shqiptarët jetoshin në një shtet të përbashkët që ishte Jugoslavia dhe ndikoheshin nga shkrimet e njëri tjetrit. Për dallim nga Rilindja, te Flaka e vllazërimit ka pas një trusni politike, e cila e ka ngulfat fjalën e lirë të gazetarit, gjë të cilën unë e kam di edhe në familjen tonë, dhe ka krijuar në veti një medium kohë pas kohe, rrjedh pas rrjedhe, të pabesueshëm për të pas një bazë për emancipim kombëtar. Për dallim nga gazeta Rilindja, e cila po ashtu ka qenë e botuar për shqiptarët. Flaka e vllazërimit ka qenë një gazetë që bleheshte nga çdo kush. Çdo kush ecte me Flakën e vllazërimit sepse në te gjenim artikuj që nuk mundeshim t'i gjejmë në mjetet tjera të informimit dhe ato kanë qenë shumë të pakta. Ka qenë televizioni, redaksia e gjuhës shqipe në kuadër të televizionit Maqedonas. Dhe informimi për ne shqiptarët ka qenë shumë i paktë. Nga që ajo ka qenë ajo periudha në të cilën unë e kam di si profesoresh në shkollat mesme në Tetov, e kam di si të nevojshme fjalën e cila do të reflektonte një realitet të pozitës së shqiptarëve në arsim, në kulturë dhe në politikë. Flaka e vllazërimit këtë e bënte më pak dhe kohë pas kohe vrulli i nevojave, të kërkesave dhe emancipimit të shqiptarëve e shtynte deri në pragun e asaj saqë kufizoheshin, ndaloheshin shkrimet e gazetarëve apo të poetëve, të shkrimtarëve, të cilët i kontribuonin botimit të Flakës. Po ta jap vetëm një shembull. Në vitet 80, 84 ka qenë, filloi në Flakën e vllazërimit botohet në vazhdime romani Murat Isakut Damkat. Dhe nuk e di, nuk më kujtohet deri në cilën faqe arriti vazhdimja i përditshëm në rubrikën e kulturës, dhe për një çast ndërpreu botimi i këtij romani, dhe mbeti romani përgjys. Dhe momentet të tilla ka pasur shumë kur ka intervenuar politika ditore, e cila ka sankcionuar, ka ndërprer, apo ka funksionuar në bazat të nevojave jo të shqiptarëve, por nevojave të përgjithshme të politikës në Maqedoni. Zotri Zlatku, mund të ndalemi te kjo pjesa si ndiheshin intelektualët karshi këtyre kufizimeve, prap do themi, edhe të përmendim disa prej emrave të rëndësishëm të periudhës kur ju keni qenë kryeredaktor të kësaj gazete. Si ka qenë pozicionimi juaj, nëse ka pas një pozicionimi cili ka qenë grupor karshi këtyre kufizimeve? Thash që në fillim se kur
kishte një ndryshim të madh të politikës në Jugosllavi. Ky ndryshim u bë edhe në Maqedoni, por në të gjitha pjesët e tjera të Jugosllavisë vazhdoi me atë temp që kishte nisur, ndërsa në Maqedoni filloi të degradohej, të kthehet prapa. Nuk u bë njësoj si ishte më parë, por kishte kufizime të mëdha. Ta tregoj shembullin që dha e bia e shokut tim, nëse mund ta quaj kështu Murat Isakun, se ishte më i moshur nga unë, po edhe kolegi ishim. Unë nisa iniciativën që ta botonim atë roman, në vazhdime, në flakën e vllazërimit. Dhe pas shumë numrave që doli, një ditë më thret në telefon përgjegjësi i shtypit në Lidhjen Socialiste të Republikës, që të shkoj të bisedojmë diçka me te. Shova më thot ti po e boton romanin e Murat Isakut në vazhdime. Thom po, e botojmë. Po thot, ti nuk e di kush është Murat Isaku? Thash, si nuk e di shumë mirë. Pa i thot, ka qenë në burg. Thash, edhe këte e di. Po pse atëherë ja boton? Shi thash të mos ja botoj. Po ju e dini, më pyetni mua se kush ka qenë Murat Isaku. Unë ju pyes kush është Murat Isaku sot. Murat Isaku është përgjegjës i emisioneve televizive në gjuhën shqipe. Dhe unë të mos i botoj ati një roman, nuk e kuptoj. Jo kështu e ashtu edhe u zum, u përlam aty, edhe unë u ngrita i nervozum, tash do shkoj edhe do të ndalje në redaksi. Edhe vërtet shkova edhe me njëre e thira kolegjumin, edhe vendosëm, duke vendosur, definitivisht ra telefoni. Dhe a i më paraqitet, tani më flet ndryshe. Sikur e kishë zënë frika, për fjallet që kështë thanë. Edhe filloj të ndryshoj. Thash, jo, ne do të ndërprem, por unë thash të gjithëve do të tregoj se ti je ai që e ke ndalë. Edhe shumë mirë keni bërë. Nëse të ndërlidhem, apo është emisioni se cili ta merr fjalën e vet. Unë mund ta them atë që Flaka e vllazërimit ka qenë një gazetë që ka respektuar normat gjuhësore. Po. Edhe pas 72-shit dhe pas botimit të 73-shit të fjalorit drejtshkrimor të gjuhës shqipe, mendoj që respekti që ja zhboj gjuhës shqipe pa asnjë gabim gjuhësor ka qenë një shembull shumë i rëndësishëm për ta shkruar si duhet dhe për ta emancipuar shqiptarin në Maqedoni, se gabimet gjuhësore duhet të jenë të dënueshme. Është e vërtet. A dhe se kur do ta krahasojmë tani, kur nuk ekzistojnë gazetat të botuara, është gazeta Koha që po ashtu e respekton gjuhën shqipe, shohim në këto portalet apo në gazetat që janë private të botuara me iniciativa të vetanishme të njerëzve, gjuha shqipe është e fundit që mund të respektohet në të, sepse secili e merr të drejtën të shkruajë, të komentojë, të botojë, çka do në vetë, pa e respektuar atë që është qenësore. Dhe ajo është gjuha e një kombi, dhe nuk është gjuha shqipe e atyre që kanë portale, por është gjuha e gjithë kombit. Dhe ne nëse nuk e respektojmë atë, faktikisht nuk e respektojmë vetë veten. Flaka e vllazërimit këtë e ka bërë me dinjitet shumë të madh. Më kujtohet edhe tani në këtë përvjetorin e 80 në bibliotekën e qytetit të Tetovës, e që fletoja disa nga numrat e flakës të cilat ishin të lidhura, po jo të gjitha. Edhe pash aktivitetet që flaka e vllazërimit i ka bërë dikundin vitet 45, 48, 50, ato vite kur është dashur të emancipohet kombi. Është dashur të emancipohet gruaja. Është dashur të hapen institucione të arsimit të cilat qofte edhe në shkollat të natës me kontributin e mësuesve të cilët ishin shkolluar, siç ishte Elbasari, një prej burimeve të shkollimit të profesorëve të mësuesve tanë, shkolla normale e Elbasanit, e shifsha në faqet e saj që emancipimi dhe kujdesi për emancipim bëheshte jo më në institucione siç ishin shkollat, por edhe në shtëpia private ku
kurset e analfabetizmit, që tani është shumë qesharake për ta thënë këtë kur ekzistojnë 2-3 universitete shqiptare, gjuha shqipe me kujdesin më të madh ishte shkruar dhe respektoheshte nga të gjitha ata të cilët mësonin të tjerët. Po shumë e vërtet kjo që thot profesoresha, kjo për faktin që zotri Dauti gjithmonë acarohet në rrjetet sociale kur dikush përdos gjuhën shqipe. Është kjo që thot profesoresha që gazeta Flaka detyrimisht me që standardin gjuhësore kishte të rëndësishëm, ju detyronte që të shfletoni pakës më shpesh fjalorët e drejtshkrimit dhe në përgjithësi. Kishim 4-5 lektorë të angazhuar në Flak. Kush kanë qenë, se deri më tani nuk përmendëm asnjë emër, për shembull lektorëve, gazetarëve. Liliana Mreshish, Fadil Bekteshi, Ajtene Ibrahimi, Shemsedin Mehmeti, dhe Bikadriu ka qenë më herët më Sadiu, profesor Bedri Sadiku. Domethënë ka pas një, domethënë për herë kanë mbikëqyrë tekstet gazetarëve, ekipi i lektorëve, disa kanë qenë... Keni pas ndonjë polici të rep gjuhësore që i keni respektuar, apo ishte kështu me vullnet lirë që ju dëshironi të kontribuanit edhe në këtë pjesë? Ajo ishte një obligim moral, profesional, intelektual, quaj si ta quash. Ne, nëse krahason këtë periudhë të kaosit mediatik, nuk po flas për portalet. Portalet janë një rrëfim në vete në gazetari, po flas për mediumet të cilat janë të obliguara që të respektojnë gjuhën shqipe, standardin gjuhës shqipe. Merrni shembull mediat e Shqipërisë, mediat elektronike të Shqipërisë, televizionet kombëtare të Shqipërisë. Ju atje nuk keni standard të gjuhës shqipe, keni gjuhën toskërishtën e ke të paraqitur si standard. Vend, kuvend, në lajme nuk ke ata të cilët duhet të respektojnë gjuhën, ata parët e shkelin. Dhe tash ne që jemi të ndikuar nga të mediumi, pastaj marrim si një gjë të gatshme, edhe kujtojmë se është ai standardi. Gjeneratat e reja, jo domosdo nga themeli ta mësojnë prej mësuesve të tyre gjuhën standarde. E shohin nga mediumet dhe pastaj një dukuri që është deviante në mediat e Shqipërisë, pastaj bëhet këtu. Ne tash kemi një paradoks të jashtëzakonshëm të shkeljes së rregullave drejtshkrimore. Zoti Rexhepi ka pas disa shkrime, unë vazhdimisht në rrjetet sociale i trajtoj, ne po i godasim gjuhën shqipe aty ku është themeli i saj. Ne nuk i shquajmë emrat e huaj, po kriminist mos i shquajmë edhe lakojmë as emrat tanë. Dje e mora një shembull, desha bile ta fotografoj, ta prezantoj këtu, thot avokati i Erion Veliaj. Do të thënë, themi Putin u takua me folin në telefon me Trump, tash do të Rama u takua me Veliaj. Ku na shpije kjo? Do të thënë Veliaj, në fund është në rregull. Me Veliaj, po ashtu është. Ashtu ishte edhe një lumë shembull të këtij. Edhe interesantja është që në Flak kjo nuk ndodhte në Flak. Nuk ndodhte, plus ka qenë shumë afër standardizimit, që ka qenë pakës më e vështirë të keni qasje të fjalorët drejtshkrimor. Ndryshe nga sot ku secili ka një fjalor në telefon, gjithkund ka, po kjo thjesht tregon për atë se sa pak rëndësi i kushtojmë gjuhës. Ose ndoshta edhe pse nuk ka një polici të rrept ndëshkimore, sepse kur të kesh rregulla që të ndëshkojnë, si Danimarka bie fjala, atëherë është krejtësisht tjetër gjë. Do ndalemi zoti Sallaj te temat që janë trajtuar dikur. Ka qenë dhe kjo një ndër temat. Cilat tema i mbani mend ju, ndoshta shkrime, ndoshta sferë, fushë që ju i keni kushtuar pakës më shumë rëndësi me shkrimet që keni bërë? Në kohën tonë, flas për vitit 90 e këndej, një tekst për të u botuar në gazetë, një tekst qoftë lajm, raport, reportazh, vështrim, koment, i nështrohej një redaktore gjuhësore dhe një redaktore profesionale. Do me thënë që e bëshë njerëz kompetent,
atë redakturën e tekstit. Dhe pastaj ai tekst verifikoheshi dhe botohej. Dërsa sot, nëse bëjmë një krahasim, sot unë nga ajo që shoh në portale e gazeta, më duket se askush nuk i shikon ato tekst. Dhe shkruan ashtu si shkruan, botohen ashtu si botohen. Kjo është një temë. Në kohën tonë ka pas përgjegjësi shumë të madhe. Kjo vite nga vetë, e thamë më herët, nga jo ndërgjegja që ju kishit që mos jeni të padejnë ka shigjues. Edhe ndërgjegja edhe frika se mund të dënoheshin nëse nuk botojnë një tekst që nuk ishte në mënyrë profesionale i ndërtuar. Edhe gjustësisht edhe profesionalisht po. Po temat që keni trajtuar? Temat kanë qenë më të ndryshme. Ne kemi pas një periudhë shumë të vështirë me shumë probleme shoqërore edhe kombëtare. Duke nisur nga viti 1990 me ndërtimin e pluralizmit politik, filluan me ratë ndër shqiptarët të ketë probleme, kërkesat e shqiptarëve të partive politike, dhe ato teme ne i kemi trajtuar. Kemi pas raste shumë të vështira për informim, kanë qenë ngjarjet e Bitpazarit në vitin 1992, pastaj themelimi i Universitetit të Tetovës, ai ka qenë ngjarje shumë e rëndë, Flaka ka qenë gazeta e cila e para ka informuar se është themelu UT-ja. Pastaj kemi pas lidhur me formimin e Universitetit të Tetovës, kemi pas protestat të ndryshme, që vazhdimisht ne kemi raportuar dhe kemi qenë në familjen e një farë presioni nga politika zyrtare, nga establishmenti maqedonas, për arsye se në atë kohë ato nuk e pranoshin Universitetin e Tetovës si universitet i shqiptarëve, thanë kushtimisht. Pastaj më vonë, njësoj kemi pas probleme dhe kemi trajtuar tema me formimin e fakultetit pedagogjik në Shkup. Po ashtu kishte protesta nga mbar Maqedonasit kundër formimit të fakultetit pedagogjik. Ishte akademi pedagogjike, pastaj u bë universitet. Dhe kulminacioni i kësaj ishte ngjarja e vitit 97 në Gosivar, ngritja e flamurit. Gjatë kohën e këto, edhe pastaj vim deri te viti 2001, fillimi i krizës ndëretnike, ose si e quajmë ne shqiptarët, lufta. Këto kanë qenë tema që Flaka vazhdimisht i ka trajtuar dhe i kemi trajtuar në mënyrë shumë kompetente, me përgjegjësi dhe shumë profesionalisht. Nëse bëjmë një pyetje, sa kanë qenë gazetarë që kanë kaluar në Flak deri në fund? Sigurisht kanë qenë shumë, pafundësisht, po mendoj pafundësisht jo, por ka një numër. Ju kujtohet një shifër sa mund të kenë qenë gazetarët e Flakës dhe që ju i kujtoni, disa prej tyre janë gjallë, mund ta shohin këtë emision? Redaktorët zoti Fezi Bojku vitin e kaluar e botoi një libër që ja kushtoi Flakës. E përfshiu një periudhë prej themelimit të Flakës deri nga vitet 80. Edhe t'ju them, aty e ka një listë të emrave që paraqiten në Flakë. Po, edhe diçka një studiues se Vdal Demiri pas që kishte... Shifra është aq e madhe, po flas të emrave të cilët janë paraqit si autor shkrimesh në Flakë për këto 50 sa vjet sa ka ekzistuar. Do të thënë është vështirë të thuhet një shifër. Çdo njeri që ka ndjerë veten intelektuar dhe që ka pas aftësi shkrimi, besoj që ka publikuar aty. Çdo gjenerat ka sjell emra të ri. Ne kemi qenë një kolektiv rreth me 50 punësuar, ashtu më duket. 52. Kështu që mund të merrni parasysh se është bërë edhe ripërtrirja, ndrimi i gjeneratave, kështu që me të vërtetë është i madh numri i atyre që kanë parakaluar në Flakë. Është me rëndësi të thuhet se Flaka ka qenë një lloj çerdhe intelektuale ku çdo kush që sot është paraqet emër në një fushë, emri i tij në Flakë do të ketë qenë. Sepse Flaka ishte një gazetë e cila i përfshinte gjitha moshat. E kishe rubrikën e shkollarit, që ju dedikoi nxënësve. Aty nxitej, motivoheshin krijuesit e ri që të paraqiten me punimet e tyre. I ke pas revistat për fëmijë, që ashtu po ashtu kanë qenë një shtyjse madhe për
për kryuesit e ri. Pastaj ke pas rubrikën e kulturës, e cila njëherë në javët, revista Jona, njëherë në javët rubrika e kulturës kishte poezi, kishte tregime, me zi e pritnin ata të cilët e ndjenin veten se mund të shprehnin diçka, me zi e pritnin atë rubrikë. Ke pas rubrikën e pedagogë, ke pas rubrikë naturisht rubrikat të cilët kanë qenë normale për një medium e jashtme, e brendshme, por kanë qenë edhe këto rubrika specifike ku ka ardhur në shprehje gjithë potenciali intelektual i shqiptarëve të Maqedonisë, por jo vetëm Maqedonisë, sepse aty kanë gjetur vetën edhe shumë intelektual të tjerë. Kishim të konkurse letrare çdo vit që nxisnim krijimtarinë letrare për poezi, për tregime. Kështu që Flaka nuk ka qenë vetëm një gazetë, ka qenë diçka përtej kësaj. Ka pas jo obligim profesional vetëm të informojnë, po edhe të emancipojnë, të edukojnë. Ka qenë e tillë. Prandaj mungesa e saj tash si një shkputje me atë traditë, se ne po flasim për anët e mira, nuk po flasim për çështjet ideologjike, lajmet nga Komiteti Qendror, nga ato kanë qenë pranishme në çdo medium të Jugosllavisë. Edhe aty do të pasqyroheshin. Por jashtë kësaj, aty i ke pas gjithë ajo që ka qenë emancipim për gjithë popullin shqiptar. Një shkollë kombëtare, do gjitha thonim. fushat. Ne do duhet ta për shprehjen e shqiptarëve dhe për mbrojtjen e interesave kombëtare. Por Flaka e Vllazërimit, duke i dëgjuar ish gazetarët, fitojmë përshtypjen se i ka kontribuar çdo fenomeni dhe çdo dukurie e cila ka ndodhur me shqiptarët në Maqedoni. Unë kam disa vërejtje, po nuk do t'i them të gjitha, sepse jo vetëm unë, po Gjithmonë për mediat ka vërejtje. Gjithmonë ka vërejtje. Gjithmonë për çdo gazetë ka vërejtje. Kanë qenë vitet e 80-ta, se Numani i përmendi vetëm vitet e pas viteve 90-ta. Në vitet e 80-ta ishin disa procese, të cilat enkas ishin të lidhura vetëm me shqiptarët. Po e them, nga përvoja ime si profesor, e them helmimin e nxënësve, që Flaka e Vllazërimit vetëm e ka dhënë si lajm. Ana tjetër ka qenë formimi i paraleleve të kombinuara të shqiptarëve në për shkolla, e cila nuk pati sukses dhe gjithmonë merreshte pozitive një fenomen i tillë dhe reflektoheshte dhe shkruheshte në Flakën e Vllazërimit, sepse duke jetuar në një shtet i cili është me përbërje shqiptare maqedonase dhe kështu me radhë, maqedonase shqiptare e kështu me radhë, duhet të formohen edhe paralele për ta njohur kulturën e njëri tjetrit dhe për të njohur fazën historike të popujve të cilët jetojnë në Maqedoni. Dhe këtu Flaka e Vllazërimit nuk luajti rolin e rëndësishëm lidhur me avansimin e të menduarit të ndryshe, sepse paralelet e kombinuara ishin një fatalitet në veti. Klasat përboheshin nga numri i madh i nxënësve, flas për të gjitha shkollat në Maqedoni. Dhe një ose dy maqedonas futeshin në për klasat shqiptare dhe profesorët duheshte ta flasin gjuhën maqedone dhe ta shpjegojnë Naimin, Çajupin, shkrimtarët të tjerë, të shpjegojnë në gjuhën maqedone, por kur nxënësit maqedonë as ishin të interesuar për atë dhe ata faktikisht e bojkotuan formimin e paraleleve të tilla. Pra, përveç anëve pozitive, që ka pasur që ka qenë një platformë ideologjike për shqiptarët, si çdo gazetë tjetër, duke dalur çdo ditë dhe duke e pasur botimin e përditshëm, Flaka ka pasur edhe mangësitë e veta, por dhe gazetat tjera kanë pasur. Dhe këte mund ta them si një vërejtje, që nuk ka gjasa më të përsëriten gjëra, sepse ka ndryshuar struktura mentale e shqiptarëve, ka ndryshuar politika rreth tyre, po ka ndryshuar edhe qasja e shqiptarit për shqiptarin. Do ndalemi te kryeredaktori pakës më gjatë kësaj radhe në pjesën e fundit, për të na sqaruar lidhur me organizimin e gazetës, me që keni qenë kryeredaktor dhe është një punë e vështirë menaxhimi në tërësi i një gazete. Ju që keni punuar më gjatë e dini më mirë, dhe ndoshta mund ndalemi pak te ai aspekti gjuhësor që e folëm pakës më herë. Po,
Këto vërejtje që i bëri Dauti për televizionin e Tiranës janë të gjitha të vërteta dhe madje përtej saj shkon puna. Unë para disa muaj botova një artikull atje në një 2 gazetë në Tiranë, gjuha e televizioneve të Shqipërisë, të Tiranës, në vërtet. Dhe në një gazetë u botua me komentin e Emil Lafes. Emil Lafe është një nga autorët e fjalorëve të gjuhës shqipe. Edhe kishte një vlerësim pozitiv. Ata në mes të natës, për shembull, kur është duke folur një gazetar, kalon ora 12 dhe njeriu që i paraqitet ky i përgjigjet mirëmëngjes. Të thush në orën 12, 12:30, 1, 2, 3, mirëmëngjes është turp në gjuhën shqipe. Sepse mëngjesi është do orë të tjera, do në rrezën e dritës e diellit që të arri. Dhe këtë punë elementare nuk e di. Këso gabime ka shumë atje. Por të ne nuk nisi 72-shin zbatimi i normës të drejtshkrimit. Ka nisë shumë më heret, edhe në rilindje, po sidomos në flak. Në flak ka nisë në vitin 1967, nëse zgaboj, zbesoj 1966, 67, jo në bazë të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, se ai u aprovua në 1972 në Kongres, por kishte një projekt të më parshëm të bazuar mbi atë projekt. Ne e nisëm në flak, në vërtet, të gjitha botimet që dilshin në Jugosllavinë në gjuhën shqipe, flaka ishte e para. Dhe atëherë morëm 2 profesorë të jashtëm, Vërmëzim e Simin, njohës më i mirë i gjuhës shqipe në Maqedoni, edhe Xhevat Gega, dhe ata banin lektyrën. As ata nuk mund të thuhet se e dinin mirë gjuhën shqipe. Gjuhën shqipe se din mirë as në Shqipëni, shumë kush, dhe shumë gazetar. E din mirë gjuhëtarët. Ka për të mësuar aty shumë. Nuk është puna që ta dish mirë drejtshkrimin, s'do të thotë se një shqipen. Nëse dim natyrën e shqipes e kemi ngulfatur. Kuptoni, në ndikimin e serbishtes dhe të maqedonishtes, sidomos të serbishtes. Edhe në Kosovë kaq më shumë. Për një problem tjetër i madh gjuhësor ka qenë imponimi i toponimeve maqedonisht në gjuhën shqipe. Se e nisi këtë një sharlatan, një sharlatani që jeste puna se duke qenë njerë si shqiptar, duke u deklaru u bë deputet. Pastaj, basi e mbaroj këtë, u bë turk dhe prapë u bë deputet. Edhe si e mbaroj këtë, u bë Macedonas dhe përsëri u bë deputet. Dhe i shkon të ujë. Dhe kështu e nisi edhe këtë problem me toponimet dhe shumë rryma nacionaliste këtu në Maqedoni e përkrahën me mishin në shpirt zbatimin e saj dhe dal nga dal, bile me të shpejtë, çdo fjalë, çdo emër i maqedonisht u përdor në gjuhën shqipe, në çdo botim të gjuhës shqipe. Të fillu edhe në shkolla, çdo libër, çdo tekst mësimor, çdo gazetë, çdo gjë që kishte emisionit të televizionit të parat, të emisionit shqipe të Radio Shkupit, edhe të parët që e përkan ishin njerëz karrierist që donin të azinin vendet njerëzve të tjerë që ishin redaktor. Unë e mbaj mend shumë mirë rastin e televizionit të Shkupit, që ishte kjo arsyeja që një gazetar i njohur me shumë tradit pune, në gazetari punonte në flak, unë e njoh mirë, kam pas edhe shok. Një njeri i urtë, një njeri që të imponohej duke të dëgjuar, duke mësuar prej teje, aq i dashur u ndrua për shkak se nuk pranoi që të ndrojnë toponimet. Edhe natyrisht Kush është ky gazetar? e pron atë.
me du Hajdini. Sa është me rëndësi të Më falni përmendën. se nuk e thash, ka qenë shoki im i ngushtë edhe në fakultet edhe në punë, në flak, edhe në jetë në përgjithësi. Toponimet pra u zaptun të gjithë dhe një ditë më thot mua drejtori i shtëpisë në Maqedonia se ne kemi qenë pjesë e saj. Po. Thot, më thanë në lidhjen socialiste se ju duhet t'i përdorni toponimet si maqedonisht. Por ai i informum deri diku, jo aq i thellum në problemin. Them po si është puna, thotë. I them unë që është një punë që zbahet edhe është një punë laike, njerëzve që s'kan pikën e kulturës nga gjuha, edhe s'din çka të thonë, çka bëjnë. Se kjo është një punë që zbahet, nuk mund të bëhet, kurse si. Thash unë për këtë problem mund t'ju flas deri nesër në mëngjes, por po të jap vetëm 1-2 shembuj. Thash, ta marrim emrin Tetovo. Emri ka shquarje, ka lakim. Thash, e dini si do të përdoret në qoftë se e marrim emrin Tetovo në gjuhën shqipe? Kur të lakohet e kur të shquhet e të lakohet? Thash, do t'jetë Tetovoja, Tetovojës, i Tetovojës, Tetovojës, Tetovojan. Kur e dëgjoj të këta, bo, tha. Qa po flet? Thash, këto janë rregullat të Shqipes. Kështu përdoret çdo emër në gjuhën shqipe. Edhe nëse nuk i thu kështu, atëherë s'flet në atë gjuhë. Edhe ai e mbylli me një herë atë. Edhe nuk e hapi më. Personet vazhdonin, po ne nuk qanim kokën edhe se kishim mendjen. Çështja e vërteta, tërë kolektivi ishte unik në këtë çështje. Kjo është ajo e bukura. Unikan, edhe daktilograf, edhe përkthyes, edhe gazetar, edhe redaktor, dhe çdo njeri që punonte në flak, ishte i vendosur dhe i ndiqte me interesim të madh, e ndiqte zhvillimin e këtij procesi në Maqedoni.